الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا مثال له ونشهد أن سيدنا ونبينا محمد بن عبد الله عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أيها المؤمنون الحاضرون اتقوا الله تعالى وأطيعوه. Ham falënderimet tona të panumërta qofshin për Allahun Dhul Gjelal, edhe salatet e selamet tona të shumta qofshin mbi më të zgjedhurin e njerëzimit, Muhammedin a.s., familjen e tij të pastërt, shokët e tij të ndershëm dhe mbi gjithë ata që e ndjekun rrugën e tij deri në ditën e gjykimit. Vëllezër dhe motra, jemi në vazhdim sipër të temës që kemi fol para disa jave, temë e cila ka të bën me disa nimete, disa dhunti që i kemi emërtue si të pafalenderim për fat të keq nga ana e jon. Dhunti të cilat jemi munduar që një numër vetëm të ngusht të tyre me e cek, veç e duke lanë edhe shumë të tjera, të cilat pa dyshim se e kanë vlerën e vetë të veçantë, edhe meritojnë po ashtu falenderim të pa ndërprerë prej nesh, por duke i cek disa prej tyre, e duke lanë shumë prej të tjerave, e synojmë që inshallah përmes këtyre që ka po i cekim, inshallah me tërhjek vëmendjen që me i përkujtu inshallah edhe të tjerat, të cilat vërtet janë aq të shumë të sa edhe Allahu Gjeleshanu e din fort mirë, se na kanë njoftu në Kur'an edhe ka thënë wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha, edhe si kur ju të mundoheni me i numru nimetet, dhuntit e Allahu Gjeleshanu që jau ka ofru dhe jau ka mundësu juve, nuk keni me pas mundësi me i numru ato. Prandaj, neve sot do të flasim për një prej dhuntive të tilla, e që është e pesta me radhë, që na i kemi zgjedh, jo me ndonjë zgjedhje të veçantë apo me ndonjë porosi as kuranore, as të sunetit pejgamberit a.s., por duke u mbështet në atë çka na njofton Kurani dhe suneti rreth këtyre do thot dhuntive dhe nimeteve. Sot inshallah do të flasim rreth dhuntisë së syrit apo të pamurit. Kjo dhunti që mas miri a din vlerën ai që nuk e posedon. E pak jemi duke ja dit vlerën, pak jemi duke dit me e falenderu Allahun Gjeleshanu, neve që Allahu Gjeleshanu në ka furnizu me te. Nuk ka dyshim që çështja e të pamurit apo syrit, ky organ që Allahu Gjeleshanu vetëm ai ka dit me e kriju me një fjalë, e të cilin fort mirë e dim se sa do që ka arrit teknologjia sot bashkohore, po sa do që edhe do të arrin në të ardhmen, nuk ka mundësi do të thotë që ta bën një krijim të tillë, ta bën një prodhim të tillë, se për krijim veç mos flasim se fort mirë e dim inshallah neve si besimtar, se krijimi është cilësi ekskluzive vetëm e Allahu Gjeleshanu. Njeriu nuk krijon, edhe pse jemi mësu me ndëgju do thot për shumë krijues të na që i kemi mashallah. Por krijimi i vërtet vjen vetëm nga Allahu Gjeleshanu, me kriju diçka, me bërë diçka prej asgjës. Një gjë të tillë nuk e bën njeriu, sado që llogaritet apo edhe emërtohet kështu nga një herë. Kur fjala të syri, këtë dhunti Allahu Gjeleshanu neve na ka furnizu me të pamundin ton më të vogël. Pa kur far mundi edhe pa kur far dhanje të përpjekjes son, as më të voglën se cili neve si individ, Allahu Gjeleshanu na ka furnizu me te. Por na ka furnizu që neve vërtet me e falenderue sikur për shumë tjera nimete edhe për te. E mos me qenë ata të cilët eventualisht edhe në aspektin praktik e bëjmë të kundërtën e kësaj, qysh një numër i konsiderueshëm për fat të keq edhe e bën sot. Por na ka mundësu këte Allahu Gjeleshanu edhe na ka njoftu se kjo është nimet, është dhunti për mes të cilës duhet që vërtet
të adhurohet Allahu xhaleshanuhu, përmes të cilës duhet që të shprehet hamd falënderimi ndaj Allahu xhaleshanuhu. Për atë edhe pejgamberi al-Islam me një hadith i ka përshkruar dhe ka thënë se cilët sy me një fjalë janë ata të cilët i don Allahu xhaleshanuhu dhe kanë me pas mundësi që eventualisht mos të preken nga zjarri i xhehenemit, kur ka thënë aynani la tamassuhum an-nar, aynun bakat min khashyati Allah wa aynun batat tahrusu fi sabilillah. Të dy sy kur nuk ka me pas mundësi me një fjalë zjarri i xhehenemit me i prek ata, me i godit ata. Thot njëri prej tyre është ai i cili çan me një fjalë për hir të Allahu xhaleshanuhu, kur e ndëgjon leximin e Kur'anit, kur do thot i shef ma shkurt dispozitat e Allahu xhaleshanuhu eventualisht duke u shkel, kur e shef do thot çështjen e këtij dini do thot se është duke u në përkëmbur, atëherë në këtë raste për hir të Allahu xhaleshanuhu ati i rrjedhin lot. Këtë sy pejgamberi al-Islam na njofton se bi'idhnillah nuk ka me djeg zjarri i xhehenemit. Edhe syri tjetër thot është ai sy i cili ma shkurt rrin pa e u mbyll, rrin pa fjet në rujtje me një fjalë në roj, kur është me një fjalë ndaj armikut të këtij dini, kur fjala e atyre që janë në roj. Këta dy sy thot pejgamberi al-Islam nuk ka mi djeg zjarri i xhehenemit, sepse janë me një fjalë në shërbim të kauzës së këtij dini, janë në shërbim do të mirëqenjes së njeriut bi'idhnillah edhe të shoqërisë muslimane. Po kur fjalën tjetër për aspektin e asaj se vërtet Allahu xhaleshanu këta sy na i ka kriju sikurse edhe tjera gjymtyr për me u përdor në mënyrë ligjore edhe me u përdor aty ku Allahu është i kënaqur. Në të njëjtën kohë pejgamberi al-Islam na porositë na i kujton neve si musliman. Na i përkujton se cili është ai sy me një fjalë që na e mundson edhe çështjen e faljes së mëkateve, jo vetëm njërit por edhe të tjerëve. Prandaj edhe ka thonë men nadhara li akhihi nadhrata wuddin ghafara Allahu lahuma. Thot ai njeri që e shiqon vllaun e vet me butësi, do thot edhe me çka, edhe me buzëqeshje, thot bi'idhnillah atyre dyve Allahu xhaleshanu do t'ja u fal mëkatet. Kur neve jemi në gjendje që njëri tjetrin me e shiqu me sy të mirë që thomi ne, kur jemi në gjendje thot neve me i dhan njëri tjetrit selam edhe me qenë me shpreh afërsinë mes veti, e ju eventualisht mroljat, e ju eventualisht me e kthy kokën tjetrën anë, edhe me u bo se nuk përshohëm njëri tjetrin, me pritu me një fjalë edhe selamin me dhan njëri tjetrit, edhe pse jena bashkë në xhami, edhe pse jemi bashkë në sejdë. Këto cilësi do thot neve sot po na mungojnë ndoshta vëllezër dhe motra. Këto cilësi edhe këto vepra janë ato të cilat neve na mundsojnë edhe fshirjen do thot të mëkateve. Po edhe në tjetën kohë neve dim se edhe janë obligime do thot të njëri ndaj tjetrit. Dhanja e selamit do thot çështja e buzëqeshjes, në të njëjtën kohë janë do thot prej gjërave të cilat edhe neve na i shtojnë me një fjalë edhe çështjen e rëndimit të peshojës e veprave tona të mira. Te besumu ke fi wajhi akhika sadaka. Ka thonë pejgamberi al-Islam edhe një buzëqeshje jotja në fytyrë të vllaut ton është do thot sadak, është një lmosh. El kalimatu tayyiba sadaka. Një fjalë e mirë do thot që ja lën dikujt është për ty sadak, është lmosh. Nuk ka njeri që nuk është në gjendje thot me dhënë lmosh. Edhe ata të cilët nganjëherë mendojnë se janë të varfër. Këto spaku, në këto s'kemi drejt me qenë të varfër, se e kemi këtë mundësi bi'idhnillah çdo njeri prej nesh. Të e pas parasysh këte, neve vërtet vim në përfundim se kur fjala e këtij nimeti, edhe kësaj dhuntie pa dyshim se Allahu xhaleshanu na ka furnizuar me te që neve me qenë në gjendje për pos asaj që shohëm me syrin e zemrës, me e pa edhe aspektin real me këta sy, çështjen e krijaturës së Allahu xhaleshanuhu, me i pa këto do thot krijesa, këto vasiona, edhe këto do thot gjëra të cilat të gjitha na thrasin në adhurim edhe në dorëzim ndaj krijuesit ton. Gjitha këto na i ka mundsuar Allahu xhaleshan të i shohim edhe në aspektin praktik, përmes të pamurit, përmes syrit. Prandaj edhe na e tërheq vërejtjen edhe në Kur'an, kur thot Allahu xhaleshan Rabbana ma khalaqta hadha batila subhanaka faqina adhaban nar.
O Zot i ynë, me një fjalë krejt këte nuk e ke kriju ti kot, gjithë shkafin që e shofim neve, qofshin qiellrat e tokën edhe gjithë shka që na rrethon neve, krejt këto Zot i ynë nuk i ka kriju kot, po i ka kriju me qëllim të caktun, edhe po na e mundson neve me i pa këto. Prandaj e lusim Allahun xhaleshan që të na ruaj nga zjarri i xhehenemit. Rëndësia do thotë edhe pesha se sa rëndon të pamurit do thotë në jetën e njeriut, besoj se e kemi cek para disa mujve një shembull që ka kaluar në kohrat e hershme, një njeri i cili ka qenë njeri i devotshëm, e ka adhuru Allahun xhaleshanu mas 70 vite që ka jetu, nuk është ditë për te se ka bo mëkat thuja, edhe pse nuk ka njeri pa mëkat, por ka qenë ibadetxhi me një fjalë i vazhdueshëm. Kur ka ndru ju jetë, Allahu xhaleshanu po i porosit me melekët, edhe po ju thot, khudhuhu ilal janna bi rahmeti, merrni thot këtë njeri edhe vendosni në xhennet me mëshirën time, me rahmetin tim. Se na e dim që inshallah këte e kemi qartë se asnjë njeri vetëm me veprat e veta nuk ka me qenaj që ka me meritu dëhat xhennetin, po me mëshirën e Allahu xhaleshanu neve do të vendosmi inshallah në xhennet. Prandaj kur e thot këte Allahu xhaleshanu, ky rob duke e dit pak a shumë veten, po edhe ndoshta duke mos e dit esencën e ibadetit edhe veprimtarisë vet, i thot bi ameli ya rab, thot me punën time o Zot, se unë me një fjalë kum punu e kum bo ibadet, me punë time e kum meritu në dëhat xhenetin, jo veç me rahmetin tënë do thot. Prandaj Allahu xhaleshanuhu porositë thot, kthene këtë njeri, thot edhe vendosne të pamurit e ti në peshojën, në njërën anë thot edhe ibadetin e ti 70 vjeçar, që e ka bërë thot vendosne në peshojën tjetër, edhe do të shiqojmë se cila po peshon më shumë, vetëm këtë një met që e ka pas, vetëm këtë dhunti, mos flasim për të tjera që i posedojmë, për të cilat po na njofton Allah se s'muna me i numru. Prandaj me lashet kur e vejnë dhuntinë të pamurit në një anë, edhe atë ibadet që e ka bo 70 vite në anën tjetër, peshon më rënd dhët dhuntia e të pamurit. Edhe thot, khudhuhu ilën nar, thot merreni edhe vendosni në xhehenem, në zjarr. Atëherë në këtë rast ai do thot bi rahmetike ya rab, thot me rahmetin ton o Zot. Atëherë Allahu xhaleshanu thot inni arhamur rahimin, thot un jam më i mëshirshëm i mëshiruesve, thot merrni edhe vendosni në xhennet. Po them vesh një shembull i thjesht për më u kuptu se çfarë peshë dhe çfarë rëndësie ka ky nimet edhe kjo dhunti për të cilën se di andalmi ndonjëherë me mendu, andalmi ndonjëherë me falendëru Allahun xhaleshanu. Për derisa do thot është i ktill, për derisa edhe përdoret të hëtë në mënyrë ligjore, për derisa përdoret për lexim të hëtë të nevojshëm në një fjalë dhe që është i suksesshëm inshallah edhe i nevojshëm për jetën tonë, edhe ahiretin tonë të njëjtën kohë, për derisa përdoret dhe thot në gjërat që Allah i ka leju, padyshim se është përdorje dhe thot e qëllune edhe ajo që Allahu është i kënaqur me te. Por dhe ky i pamuri pas ka mundësi edhe syri në të njëjtën kohë ka mundësi edhe me qenë e kundërta e tij, me qenë katastrofë për neve, me qenë ajo që ndoshta qysh do ta cekin në fund një shembull, dikush edhe me dëshiruar me thon, sikur mos ta kisha pas të pamurit fare. Shumë më mirë kishte me qenë sikur tisha prej atyre që nuk do të shihsha fare, sepse neve e dim do thotë që shumë prej nesh jemi të sprovuar me harame edhe me shiqime do thotë të cilat Allahu xhaleshanu është i pakënaqur në to. Me shiqime do thot për të cilat Allahu edhe pejgamberi alayhis salam na kanë kërkuar, na kanë porosit që neve mos me leju veten. Prandaj edhe në këtë aspekt Ebu Derda, që ka qenë një prej sahabëve të mëdhenj të pejgamberit alayhis salam, porosit në një rast edhe thot men ghadda basarahu an an-nadhar al-haram zuija min al-hur al-ain haythu ahab. Thot ai njeri që e largon edhe e mbron shiqimin e vet nga harami, nga shiqimin e haram, nga ajo që është e ndaluar, thot ati Allahu xhaleshanu do t'ja mundson çështjen e martesës me huri, do thot me hyrit e xhennetit, do thot me cilat të don edhe kur si të don. Po qëse ai i mundson vetes, e frenon veten, do thot nga shiqimin e haram, e që neve sot e dim, sidomos në këtë kohë, po sa të dalmi në xhamis, apo ndoshta ndonjëherë edhe në xhami për fat të keq. Jemi ata të cilës provohemi, do thot ka do që ta kthejmë kokën
kem me shiqu dhe kem me undesh me haramin. Prandaj edhe jo rastisht pejgamberi alayhis salam na ka porositur dhe ka thonë el ula leke wa thani alejk. Thot e para apo shiqimi i parë është i joti, është i lejuar me një fjalë. Të lejohet, por i dyti dije se është kundër teje. Nëse do thot neve jemi ata të cilët e pasojmë shiqimin pas shiqimit. Kur fjala e femrës, kur është në njëjtën kohë dhe femra ndaj mashkullit, se nuk është vetëm njëna anë, por kjo është problem i dyanshëm i që të dy gjinive, atëherë le ta dim do thot se duhet me përkufizu veten edhe me ndal aty ku edhe ka porosit pejgamberi alayhis salam. Prandaj e hasmi edhe një hadith që është hadith daif, thuhet an nadhratu sahmun masmumun min sihami iblis. Yusibu biha qalb al-mu'min man taraka makhafatan min Allah abdalahu Allah imanan yajidu halawatahu fi qalbihi. Shiqimi me një fjalë i ndalunaj që është haram. Thot është një prej shigjetave më shkurt të helmuara të iblisit. Yusibu biha qalb al-mu'min, me atë shigjet, me atë shiqim do thot të palejuar, me atë shiqim haram, ku nuk kemi të drejtë, thot i godet do thot zemrën e besimtarit. Ajo shigjet e iblisit e godet zemrën e besimtarit. Prandaj men tereka makhafatan min Allah, kush e lën shiqimin në haram, kush nuk e lejon veten thot me e kesh përdor syrin që është dhunti, po largohet për hir të Allahu xhaleshanu, nuk e lejon veten, thot Allahu xhaleshanu ati do t'ja zaventson atë me ëmbëlsinë apo me përjetimin e ëmbëlsisë së imanit. Kur njeriu e bën për hir të Allahu xhaleshanu, nuk e lejon veten do thot që me zhyt syrin e tij me shiqim do thot në atë çka është e ndaluar. Prandaj në këtë aspekt po them edhe në të njëjtën kohë, kur është fjala tek ajeti kuranor që është në surën Ghafir ajeti 19, ku Allahu xhaleshanu porositë dhe thot ya'lamu kha'inatal ayuni wama tukhfi sudur, që është ajeti 19, se Allahu xhaleshanu i din me një fjalë çështjen e shtrembrimeve të syrit, po edhe ato që i bartin zemrat. Ibn Abbasi radiallahu anhu kur e ka komentu këtë ajet kuranor, ka thonë se Allahu xhaleshanu njofton për atë për rastet që eventualisht ndodhin, thot kur eventualisht jemi në një ndaje, kur një njeri është në një mes të një grupi të njerëzve, edhe pranë tyre kalon një femër, thot edhe ai përderisa i shef ata se janë duke mos e vrejt atë, ai do thot me një fjalë shiqon. Kur e shef se ata eventualisht janë duke e vrejt, ai rreth në mesin e të cilëve është, kur e shef se ata po e shiqojnë, atëherë e largon shiqimin. Por thot e harron se Allahu xhaleshanuhu është ai që i din edhe shtrembrimet e syrit, po i din edhe ato që janë ma shkurt do thot në zemrat e juaja, ajo që është e fshehta e juaj. Prandaj na e tërheq vërejtën që mos e lejoni veten që eventualisht këtë nimet, këtë dhunti, po them për të cilën ndoshta sa hutbe bomajt nuk ishte me qenë mjaftueshme, por duke e pas parasysh natyrën e këtyre hutbeve, neve nuk zgjatemi edhe shumë, por mundohemi që inshallah me qenë të vëmendshëm e vërtet këtë nimet dhe dhunti me e përdor aty ku Allahu xhaleshanu është i kënaqur, se përndryshe nëse jo atëherë vinte ajo që deshta më thon më herët që një prej dietarëve të mëdhej që i ka pas ky ummet, e cili ka qenë i verbët, po ka qenë më shkurt llogaritet një prej herojve të mimberit ku kemi dal na. Është fjala për një prej dietarëve që ka qenë Abdul Hamid Kishk rahmetullahi alayhi, ka ndruar jetë para 2 viteve. Ky njeri me një rast edhe në hutbë kështu duke fol e ka falendëruar Allahun, ka thënë o Zot faleminderit, han falënderimit qoft ty që më ke bë të verbër. Thotë që mos t'i shoh zullumçar që janë të bëj zullum këtë ummet, edhe mos ta shoh haramin, i cili me një fjalë e ka mujt më shkurt për fat të kesh shoqërinë sot. E ka lut Allahun edhe ka falendëruar për këtë, edhe që ka qenë i verbër. Gjajshëm me te do thotë edhe këso shembuj e këso kolos kemi pas vërtet edhe në kohrat e më të hershme, edhe sot do thotë kemi prej të tillëve që atyre ndoshta ju ka munguar të pamurit, do thotë artificial me quajt kështu, por ju e kanë pas të pamurit e zemrës me të cilin vërtet kanë qenë gjendje ndoshta vërtet me pas shumë më shumë se sa shumë prej neve që ndoshta po na merr mendja që po shohim. Inshallah Allahu xhaleshanu na uzon e na drejton, na bën prej atyre që vërtet këto dhunti që na ka furnizuar me to,
me i përdor ashtu si Allahu xhaleshanu është i kënaqur, e me u largu prej asaj çka e hidhron Allahu xhaleshanu. Wa sallallahu wa sallama ala nabina Muhammad. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum fastaghfiruhu innahu samiun mujib.